Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion. Takojmë sërish me emisionin Vitrina e Librit. Libri që kam përzgjedhur për ju sot është Muhamedi alayhis salam në familje dhe realiteti ynë bashkëkohor. Autori i librit, Gjasim Mutava, duke marrë shkas nga degradimi i familjeve, gjendje në të cilën përballën familjet, por edhe ato muslimane, e patë ullës të merrte shembullin më të mirë të një familjeje, apo edhe të marrëdhënies bashkëshortore, ato të profetit sallallahu alaihi wasallam. Në libër zbulohen shumë histori, mesazhe, por edhe fragmente decisive nga jeta familjare e profetit Muhammed, i cili është shembulli më i lartë i jetës bashkëshortore e cila do të mbetet udhërrëfyes për mbar njerëzimin. Jo pa qëllim, autori solli para lexuesit shembullin profetik, i cili do të mbetet si orientuesi më i mirë i jetës sociale në të gjitha aspektet njerëzore. Të nderuar televizionistë, sado të përpiqemi të shpjegojmë apo ilustrojmë jetën familjare të profetit, nuk besoj se të mund ta zbulojmë ato të plot, por do të mundohemi të djegim shembullin e tij. Ndaj, shpresoj që vargjet që kam përzgjedhur të jenë të duhurat për këtë temë. Ajo i tha, gëzohu. Kjo ka qenë fjala e parë që i ka thënë profetit. Gëzohu, i tha ajo e vendosur dhe me zë të fortë. Pasi dëgjoi që profeti të thoshte, u friksova shumë. Ajo mund ta qetësonte atë, edhe me ndonjë mënyrë tjetër, duke i thënë, se pati frikë, presim një herë dhe sigurohemi për këtë gjë. Ndoshta ka qenë për fiturim, apo ndonjë ëndër që ke parë. A kishe ndonjë tjetër me ty që dëgjoi këto fjalë, që të sigurohemi nga ai? Pra, si të shihet, mund të ketë hamendje të ndryshme dhe fjalë të tjera që mund të thuheshin. Në rastin konkret, Hatixha radiallahu anha ja preu, gëzohu, me besëmshmëri të plotë për ta siguruar se ai po përballej me realitet. Më pas, ajo i thot, gëzohu se ke marrë një lajm të mirë. Aisha radiallahu anha tregon, ishte një ditë bajrami, ndërkohë që disa habeshin po luajnin me disa mbroja prej lëkure dhe mështisa. Profeti sallallahu alaihi wasallam më tha, a do të shohësh? Po, i thash. Ai më ngriti lart, aq sa unë arrija të shihja, dhe kur pase s'po më tërhiqte, më shfaqja më tha, mjafton me kaq? Po, i thash. Mirë, shko tani, tha ai. Aisha radiallahu anha tregon se një herë ajo ishte në udhëtim me profetin dhe po vraponte. E ndi vetëm mirë, i tha, pasi nuk jam shëndosur dhe mund të eci shpejt. Profeti sallallahu alaihi wasallam ju drejtua shokëve të tij dhe u tha, icni pak përpara. Pastaj i tha Aishës, hajde të garojmë së bashku. Kështu ne garuam, tregon Aisha radiallahu anha, dhe unë ja kalova atij. Pas disa kohësh, kur ishim në një udhëtim tjetër, profeti u tha shokëve të tij të ecnin pak përpara dhe më ftoi sërish për të garuar. Aisha tregon se ajo në atë kohë ishte shëndosur dhe i thot profetit se nuk mund të garonte në atë gjendje. Mundesh, ja ktheu profeti. Kështu ata garuan për dytën herë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ja kaloi Aishës. Më pas zuri të qeshë i tha, kjo është për atë të parën. Këtu janë disa fragmente nga jeta bashkëshortore të dashurit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe gruas së tij Aishës radiallahu anha. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo ishte vitrina e librit që ne kishim përgatitur për ju. Bashkë do takojmë emisione të tjera dhe shpresojmë të zgjidhim libra akoma dhe më interesant për ju. Libri Muhamedi alayhis salam familje dhe realiteti ynë bashkëkohor vjen për lexuesin me autor Gjasim Mutava, përktheu nga arabishtja Gentian Fezullaj, redaktuar nga Rufat Sherifi, Fevzi Musliu dhe Nanir Lapardaja, shtypur nga Furkan Print, Shkup. Në këtë libër pasqyrohet shembulli më i lartë i jetës bashkëshortore, që e cila
të mbetet udhëfyes për mbar njerëzimin dhe orientuesi më i mirë i jetës sociale në të gjitha aspektet njerëzore. Në këtë libër pasqyrohen disa nga ngjarjet e jetës së profetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë një mesazh i fortë jo vetëm për lexuesin, por edhe për mëngjer, për të mësuar gjithçka rreth jetës bashkëtorë të profetit Muhammed alayhi salam, shembull të njerëzimit. Bëjeni tuaj këtë libër duke klikuar në FreePicsWiz ose telefononi në numrin e telefonit +41 79 46 95 036